Në qytetin e Rozhajës është hedhur një hap i rëndësishëm për ruajtjen e identitetit kombëtar. Është hapur kursi i parë në gjuhën shqipe, një iniciativë me vlera të mëdha arsimore, kulturore dhe shoqërore për komunitetin shqiptar në këtë trevë. Ky kurs, që mbledh fëmijët e të rinj nga grup mosha të ndryshme, është shumë më tepër se sa një projekt edukativ. Ai është një urlidhëse me rrënjët tona, me gjuhën e zemrës, me historinë dhe trashëgëminë që brezat kanë mbartur ndër vite. Për shumë familje shqiptar të kësaj zone, kjo nismë përfaqëson realizimin e një ëndre të kahershme. Fëmijët e tyre më në fund kanë mundësinë që të mësojnë, të shkruajnë dhe të lexojnë në gjuhën amtare. Kako se kaže dobar dan? Si quheni? Si quhesh ti? Dalia Mujević. Apo? A šta učimo danas? Šta mësojmë na? Jeste gjuhën shqipe, kulturën dhe gjuhën shqipe. Tash po shqyqojmë gradualisht veç të përsërisim. Dhe më thonë, kemi me mësime. Atë dheu im, shqiptaria, kush jam une? Moja domovina, Shqipja, albanski, shqiptaria, albanstvo, ko sam ja. Edhe njerë Shqip. Atë dheu im, ka që të si? Shqipja, shqiptaria, kush jam une? Bravo. Familja ime bisedoj me gjyshin. Kako se kaže ocu? Albanski. Babi. Majci? Nana. Sestri? Mota. Bratu? Vëlla. Faleminderit. Bukur. E tashti, familja ime bisedoj me gjyshin. Ko i govorio sa dedot? Sećate li se? Unuka. Kako se kaže unuka na albanskom? Mbesa. Mbesa. Danas ćemo samo da probamo da već ponavljamo ono što smo radili. Shetis me imazhe në qytetin e vendit tim. Shetam po mome gradu, klima dhe moti stinet e vitit. Sećate se kako su bili godišnja doba? Pranvera, vera, vješta, dimri. Zajedno? Pranvera, vera, vješta, dimri. Festat kombëtare tradicionale dhe bashkore. Tradicionalne ove naše festat kombëtare, nacionalne feste, praznici, nacionalni praznik, tradicionalni I sadašnje. Një rol jetik dhe të pazëvendësueshëm në këtë nismë ka luajtur Fondi Humanitar Troje Tona me seli në New York, I cili ka qenë shtylla kryesore financiare dhe morale e këtij projekti. Kudo që ndollen, antarët e këtij fondi kanë treguar për kushtim të jashtëzakonshëm në ruajtjen e gjuhës dhe identitetit shqiptar nga asimilimi, duke investuar me zemër dhe vizion për të ardhmen e brezave të rinj. Troje Tona po japin maksimumin për të dhënë ndihmën e nevojshme fëmijëve që flasin pak ose nuk e njohin mirë shqipen. Me përkushtim dhe dashuri, mësuesit e këtij kursi po punojnë që çdo orë mësimi të jetë një udhëtim emocionues drejt njohjes së gjuhës, kulturës dhe traditave tona kombëtare. Unë jam mësuesi Haxhi. Ja sam učitelj Haxhi. Unë jam Dardani, unë jam Redona, unë jam Vesa, unë jam Engili. Može neko da nam kaže, kush je ti? Unë jam Mahira. Kush je ti? Unë jam Dida. Kush je ti? Unë jam Shqiva. Bravo. Kush je ti? Unë jam Edina. Bravo. Unë e kam emrin Dardan.
unë jam nga Kosova, nga Dërnica, Kosova është adheu im, por tani nuk jetoj në Kosovë. Kako se ovo prevede, Shejla? Ja se zovem moje ime je Tartan, ja sam iz Kosova, iz Dërnice, Kosovo je moje domovina, ali ne živim u Kosovu. Bravo! Pa se monac jednoga iz Crne Gore. Unë e kam emrin Redona, unë jam nga Mali i Zi, nga Podgorica. Mali i Zi është adheu im, por tani nuk jetoj në Mali i Zi. Shaban, prevedi na mo, Shaban. Moje ime je Redona. Jeste? Ja Unë jam nga Mali i Gore i iz Podgorice. Dolazim iz Podgorice. Mali i Zi është adheu im. Mahira, hajde zona, qitë në maltanski. Unë e kam emrin Redona, unë jam nga Malizi, nga Podgorica. Malizi është adheu im, por tani nuk jetoj në Mali të Zi. Molio bi vas da kažete sad za sebe. Može? Hajde. Unë e kam emrin Mahira, Po. unë jam nga Malizi, Bravo. nga Bravo. Rëzhaj. Po, edhe? Malizi. Malizi është adheu im, por tani Ti jetoj. Ti kažeš jetoj. Unë jetoj në Malë të Zi. A kad počneš da ideš na fakultet ili ćeš u Skoplje ili u Tursku, onda ćeš reći da ne živiš više u Crnoj Gori. Unë me prindet udhëtojmë shumë, udhëtojmë me autobus, shkojmë shpesh në Ulqin, urtia dhe Urita dhe urimi udhëtojnë shpesh. Ata shkojnë me aeroplan në Budapesti, në Kukës, lurdrimi e taget në lumë është i bukur. Mirdita, ta ullonët. Qfarë ditë është sot? Sot është shtunde. Teuta, a shkojnë sot pas ditën e tjetër? Sot kam pak punë, po të dielën jam e lirë. Shkojmë të dielën. Faleminderit Teuta, ditën e mirë. Ky projekt i jep gjuhës shqipe vendin që ajo e meriton, në shkollë, në familje dhe në jetën e përditshme të komunitetit. Është një fillim i ri për nxënësit e kësaj zone, një mundësi për të ndërtuar me krenari të ardhmen, duke mbështetur në themelet e forta të identitetit të tyre kombëtar. Sot për dreke kemi supe. Thot mami, me çfarë është supa? Supa është me perime sonila. Ua, sup e mire. Thot skeriti. Unë nuk dua sup me perime. Ajo ka spinaq. Unë dua salate lekos me kajsi. Thot Sanila. Bravo. Ku është pallati im? Pallati ka shumë balkone. Në balkone ka vazo me lule, lambat në gjintojnë pallatin natën, ditën bi balkone fluturojnë pëllumbat. Të dashur nxënës të bëjmë dialog. Mi stalno dialogujmo, pričamo, govorimo između sebe i zato što mi mir mëngjes, unë jam Dardani Kushjeti. Kad god se sretnete sa nekim kojeg niste vidjeli nikad, onda mu kažete
Prvo se sami predstavite, pa posle njega pritet. Evo, ti ćeš sa mnom. Za sebe kažeš, unë jam? Unë jam Gabija, kush je ti? Treba da kažeš mene ti ili ju? Kush jeni ju? Mirë me gjes Dardan, unë jam Vesa. Šta to znači? Nga je ti? Bravo. Edhe thot, unë jam nga Kosova, nga Prishtina, po ti Vesa, nga je? Ja sam? Bravo. Unë jam nga Shqipëria, jam nga Tirana. Bravo. Redona, mirë dita, unë jam Redona. Kush je ti? Engini, thot, mirë dita, unë jam Engini. Nga jeni ju Redona? I ona se odgovori, unë jam nga Shqipëria, nga Vlora. Po ju, vidite, ne kaže, a ti, nego, po ju, a vi, sa poštovanjem se javlja. Šta kaže? Unë jam nga Shqipëria, nga Vlora, po ju ko se nam prevede? Ajde, Melisa? Ja sam iz Albanije, iz Vlore, ali... Vlore, a vi? I on kaže, unë jam nga Malizi, nga Ulci. Ja sam iz Crne Gore, iz Ulci. Bravo. Ditën e mirë. Miru pafshim. Kako se kaže miru pafshim na crnogorskom? Doviđenja. E sad, u bukvalnom prevodu nije doviđenja. Na dobro da se vidimo. Vidite, miru pafshim. Mir je dobro. U pafshim da se vidimo. Na dobro da se vidimo. Ili za dobro da se vidimo. Gjatë një vizite në klasën e këtij kursi, pam nga afër entuziazmin e fëmijëve, të cilët me gëzim dhe vëmendje ndiqnin mësuesin, duke shqiptuar me kujdes fjalët e para në gjuhën e tyre amtare. Atmosfera në klas ishte ngrohtë dhe plot jetë, ndërsa buzëqeshjet në fytyrat e fëmijëve tregonin qartë se ky projekt nuk është vetëm një mësim, është dashuri, është rënjë dhe krenari. Unë jam Dina, unë jam nga Rozhaj dhe jam 18 vjeç. Unë gjuhën shqipe mësoj që 3 vjet. Mami jem është nga Kosovë dhe kur jam kanë vogël, jam shkuar shumë me gjyshin pej, edhe që ashtu i kam pas dëshirë, po, me mësu gjuhën. Dëshira ime është me mësu ma mirë gjuhën shqipe. Hobi im është gitara dhe jam shkuar në shkollë e muzikës që 9 vjet. Për të mësuar më shumë rreth këtij projekti të rëndësishëm, intervistua mësimdhënësin e kursit, zotin Haxhi Lajçi, i cili ndau me ne përvojën dhe përkushtimin e tij. Ai theksoi se ky kurs nuk është thjesht një angazhim profesional, por një mision shpirtëror për të mbrojtur dhe përhapur gjuhën shqipe në mesin e brezave të rinj. Po, ishte një ide dhe një dëshirë e madhe e kahmoqshme, jo vetëm e imja, por edhe gjeneratave para meje, për arsye se Rozhaja si komunë, tash ma është përberë diku ma shumë se 25.000 banor, fillimisht diku ka fundi i shekullit 16 dhe në fillim të shekullit 17 vinë 2 familje nga ashtu janë të shkruara në arkivat tona shqiptare dhe arkivat tjera evropiane, këto vinë 2 fise, Kuç edhe Kelmendas. Dhe prej atyre 2 shtëpive të cilët vendosen në anën e Majt të Ibrit, dikur ma vonë ata ndahen për arsye se një vajzë nga Kuçt ose nga Kuçasit ose Kelmendasit, nuk dihet nga cila familje, kishte ikë pa lejen e prindve dhe kishte marrë një djalë të fisit tjetër. Kështu që ata ndajnë rrugët mes veti dhe ndajnë edhe Rozhajen. Në anën e djathtë të lumit të bardhë, sepse lumi bardh Ibrit, tash quhet Ibër, edhe është i bardh, ai lum ndan 2 fiset prej atëherë edhe sot. Prandaj që atëherë ishin fise shqiptare edhe sot janë. Por për shkak të sundimit komunist disa vjeçar dhe
me siguri edhe planeve jugoslave të asaj kohë të bëra atje në Beograd, është këtu ka mbetur vetëm një shkollë shqipe. Dhe ajo shkollë ishte në qendër të 6 fshatrave shqiptare, e kurrkund tjetër në Sanxhak. Prandaj këto pjesë edhe harruan gjuhën shqipe, prandaj ishte ëndra ime e jetës që këtu të hapim një kurs të gjuhës shqipe. Tash po them për fëmijët bosnjak, por ata fëmijë janë me origjinë shqiptare që të gjithë, sepse ka Mureças, ka Tepaj, ka Shkrel, ka besa edhe Dacian, ka besa edhe lajt fisit tim, që të kanë harru gjuhën, por të thotë në përgjithësi fise dhe nën fise e vllazëri shqiptare. Për atë arsye ka qenë, si unë thëmë shumë herë, kjo ishte zënja e trenit fundit, sepse një asimilim i gati thuaje total që është bërë në Sanxhak, s'është bërë askund tjetër në Ballkan. Atëra mund të na tregoni dhe cili është qëllimi kryesor i hapjes së këtij kursi në gjuhën shqipe? Qëllimi kryesor i hapjes kursit është që t'i kthehen rrënjët e tyre dhe trungut e tyre si shqiptar, por edhe pasi që kjo pjesë, kjo rrëzhaj dhe kjo pjesë e Sanxhakut ka lidhje tregtare, miqësore, farefisnore e tjera me Kosovën dhe me Shqipërinë, prandaj me të shkuar për të vizituar Kosovën ose Shqipërinë duhet të flasin, sepse gjeneratat tashma, gjeneratat e reja nuk e njohin gjuhën malazeze, as gjuhën bosnjake, as gjuhën kroate, ndërsa gjeneratat e vjetra vetëm kanë shkuar. Prandaj ka qenë pa të tërësueshme që të hapet një kurs në gjuhën shqipe që këtyre njerëzve t'ju mësojmë që të komunikojmë sa shkojnë të bëjnë tregti ose të vizitojnë miq në Kosovë, që ta dinë dhe ata vetë kanë kërkuar, sepse kanë nevojë ta dinë dhe ta flasin në gjuhën shqipe. A keni patur mbështetje për këtë nismë dhe konkretisht nga kush? Po patjetër, dhe me kënaqësi dua të them se nga zemra dua të shpreh mirënjohjen më të thellë për kushtimin, dashurinë dhe ndihmën e vazhdueshme për vendin tonë, për trojet tona. Nuk gjej fjalë mirënjohje për të përshkruar në plotni rëndësinë dhe vlerën e asaj që po bëjnë bashkëdhëtarët tanë e veçanërisht antarët dhe drejtuesit e fondit humanitar trojet tona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e sidomos për ata që për gjeneratat e reja që po rriten me krenari e vetdije kombëtare që para 3 viteve nuk kishin rastri kur në jetë ta ndjejnë gjuhën shqipe. Prej para 3 vitësh falë fondacionit humanitar trojve tona ne filluam me 9 fëmijë, pas një muajit numri u rrit në 30 dhe në fund të vitit vetëm kishte kaluar 50 në vitin e parë. Që në vitin e parë, jo vetëm se na kanë ndihmuar, sepse kishim filluar si me marrëveshje me bashkëdhëtarët tanë në Amerikë, patëm filluar që fëmijëve pasi që vinin pas orëve mësimore, t'ju blejnë diçka për me hangër, se ishin tuntuar. A dhe dikur më vonë menduam që në vend që t'ju blejmë, sepse nuk i shfrytëzonin si që duhet ushqimin. Edhe pse i porositnin ata që kishin dëshirë, ata i hidhnin dhe mua më vind të keq që bukat hidhet dhe vendosem që atyre t'ju japim në dorë nga diçka që t'blejnë ata vetë. Prandaj ata jo nuk shpërblehen, por stimulohen që të vinë çdo orë mësimore, e ora mësimore zgjat 1 orë deri në 2 orë, jo orë mësimore, po 2 orë nga 60 minuta. Prandaj kryesisht vitin e parë kemi mbajtur në një shkollë tjetër gjatë javës, ndërsa pas atij vitit kemi filluar vetëm ditëve vikendit e kryesisht të shtunave. Mirë, atëherë cilat grup mosha kanë marrën pjesë këtu në kursin e gjuhës shqipe dhe si ndani këto grupe? Me të rritur pasi që numri u rrit, sepse vitin e parë punuam me të gjitha grup moshat. Me një, do të thotë 2 orë, jo vetëm fëmijët, por edhe ata të nxënësve të shkollës fillore, edhe të mesme, edhe të rriturit, sepse vinë edhe të rritur. Sinqerisht vinë edhe njerëz që janë në moshë të dytë dhe të tretë.
kanë dëshirë të mësojnë gjuhën shqipe dhe pastaj ndam biseduam edhe me fondacionin dhe kam nda në 3 grupe. Grupi parë është grup mosha nga klasa e 3 deri në klasën e 6, grupi 2 nga klasa e 6 deri në klasën e 9, pra këta janë filloristët, dhe grupi i 3 është shkolla e mesme. Fëmijët e shkollës së mesme, nxënësit e shkollës së mesme dhe gjithashtu me grupin e fundit mund marrin pjesë edhe të rriturit. Edhe marrin, sinqerisht marrin, vinë, sot e keni parë, kanë qenë disa, por në ore tjera vinë më shumë, sepse kjo ishte ora e parë në këtë vit shkollor, për arsye se në javën e kaluam nuk patë mundësi ta mbajmë orën e parë mësimore për shkak të rreshjeve të borës që ranë shumë të ndrëzhaj. Po për sa i përket gatishmërisë së prindërve pra në këtë nismë, sa janë ata të gatshëm që të sjellin fëmijët e tyre në shkollë për të mësuar gjuhën shqipe? Unë kam pas filluar që edhe kam edhe hala në vazhdim që krahas fëmijëve, bashkë me fëmijët, vinë edhe prindërit. Dhe ata vinë, shpeshherë vinë edhe prindërit dhe janë të interesuar shumë, sinqerisht janë të interesuar. Por ajo që është epilogu të fundit, çdo vit shkollor, në fund të vitit shkollor, ne këtyre nxënësve, kursistëve, ju mundsojnë që të vizitojnë Shqipërinë, e jo të shkojnë vetëm, po bashkë me prindërit. Do thotë shoqata humanitare, bashkëdhetar tanë, në bashkëpunim me ne dhe në bashkëpunim sidomos me disa punëtorë jashtëzakonisht të vyrë nga Ulqini, siç është Vjollca Lika dhe Hajro Beliu, të cilët janë motori i fondacionit humanitar që është këtu, edhe vizitojmë Shqipërinë 3 ditë. Ajo vizit është një vizit kombëtare. Vizit që kanë bërë për herë të parë edhe fëmijët edhe prindrit. Herën e dytë gjithashtu. Prandaj, për atë arsye, unë shoh se prindrit janë jashtëzakonisht të interesuar dhe vinë bashkë me fëmijët e tyre dhe sinqerisht kanë dëshirë të mësojnë gjuhën shqipe sepse i kanë rënje shqiptare. Mirë, atëra mund të na tregoni edhe në cilin nivel të mësimit po zhvilloni këtë vit, nivelin fillestar, atë të mesëm apo pak më të avancuar? Po, për fillestarët, ata grup moshave nga klasa e 3 deri në klasën e 6, unë në shtëpitë e tyre ju kam dhënë abetaren dhe fletorën e punës, abetaren kombëtare, që ta kenë në shtëpi. Dhe në shkollë këtu, me mësim, kemi këtë libër. Gjuha shqipe është një libër e cila disa libra, për arsye se është një libër që ka vjersha të ndryshme, është libra tjetër që është fjalori gjuhës shqipe dhe është fletore e punës dhe libri i leximit dhe ku mësohen shkronjat e gjuhës shqipe në mënyrë pak më të mirë se sa në abetare, edhe pak më të zgjeruar, për arsye se janë nxënës të cilët vinë nga klasa e 3 deri në klasën e 6. Për nxënësit të grup moshave të 2 dhe 3 e kemi këtë libër, e kemi edhe në mënyrë digjitale dhe këtu mësimin ja u shpjegojmë përmes tabelës e mençur, e cila është dërguar gjithashtu nga Shtetet e Bashkuar, nga Fondacioni Humanitar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka kushtuar goxha shumë para. Po edhe këto libra, sinqerisht, abetarja, këto libra, edhe ky libër, diku kalojnë, i afrohen 100 euro për një nxënës. Sinqerisht. Sa është rëndësishme për ju që fëmijët të mësojnë gjuhën shqipe si gjuhë hamtare këtu në Rozhaj? Kursi i gjuhës dhe i kulturës shqipe, këtu si thash më parë, ka filluar para 3 vitësh dhe do të vazhdoj dhe më merr mendja të vazhdoj edhe më tutje. Jam jashtëzakonisht i lumtur se një ide dikur që ishte vetëm një ëndër, tash po bëhet realitet, edhe e keni parë edhe ju me kamerën e juaj, e që ju falenderoj nga zemra, sepse ishte radio televizioni Fontana një herë dhe ju jeni si televizioni dytë që vini të vizitoni këtë vlerë, se është një vlerë sinqerisht jashtëzakonisht e çmueshme, për arsye se në Sanxhak njerëzit vetëm nuk ka, tashmë edhe pak më parë se s'ka asnjë. Kjo iniciativë tashmë e përbashkët e jona nuk ishte vetëm një dhuratë vetëm për fëmijët, por dhuratë edhe për prindrit e kësaj treve që për shumë vite e harruan për fat keq gjuhën shqipe.
Prandaj, ky është një investim i paqmueshëm për të ardhmen, sepse forma e kësaj përvoje, këta fëmijë dhe shumë të rritur mësojnë gjuhën, kulturën, historinë dhe njihen me duke shënuar dhe ku kanë burimin e tyre nga identiteti i tyre shqiptar. Prandaj, përveç kursit gjuhës shqipe jo keni pa, dhe sot kemi edhe aktivitete tjera, prandaj unë po e them se gjatë gjithë vitit festojmë edhe nuk kemi pengesa për askujt, i kremtojmë festat tona kombëtare, 28 nëntorin, 7-8 marsin, prandaj nxënësit janë aktiv, nxënësit sinqerisht marrin pjesë, edhe pse është fillim, dhe është një jashtëzakonisht një mungesë e madhe, një pjesë e madhe tyre janë të regjistruar nxënës të vitit të parë shkollës mesme dhe dytë. Për 3 vite ata vijnë këtu dhe vazhdojnë pastaj në fakultetin. Sinqerisht kur largohen, shkojnë, ikin nga këtu, ata mërziten. Atëherë pikërisht edhe për këtë desha të flasim pra për angazhimin e nxënësve në orën e mësimit. Si e shihni ju interesin e tyre? Janë të gatshëm ata që të mësojnë, a kanë dëshirë? Këtu duhet ndalem pak më shumë për arsye se unë punoj në arsim tash 39 vjet. Një mandat isha edhe drejtues ose shërbëtor i shkollës, drejtor shkolle në Ndacaj, dhe unë për fat keq dua të them se nxënësit në shkolla disi janë larguar mësimit. Ata çdo ditë janë afër mësimit, afër mësuesit, afër librit, gjitha, por nuk janë sikur gjeneratat, mund me mërmendja ashtu. Por këtu, unë shoh diçka jashtëzakonisht interesante, sepse gjatë gjithë orës mësimore, e keni bërë dhe incizuar me kamerë, ata as nuk bëjnë zhurmë, çojnë dorën, përgjigjen, bisedojnë, sepse këtu është me rëndësi në mësimin e gjuhës shqipe, kursin e gjuhës, çdo kurs, i gjitha gjuhëve, është komunikimi. Prandaj, derisa jem të komunikimi, unë kam një person, një bashkëdhetar jon nga Kosova, cili punon në Gjermani dhe ka ardhur këtu, ju ka thënë nxënësve, mësoni të komunikonin mes veti, 7 ditë do të vizitoni Gjermaninë. Në llogaritë të tij, ai është një bashkëdhetar jon Gjevat Mulaj nga Deçani. Prandaj arritshmërinë e tyre e bëjmë në fund vitin. Fund vitit bëjnë testin. Dhe ai nxënës që kryen testin me sukses, ai shkon për ta vizituar Shqipërinë. Ai kursist i cili nuk e kryen testin e arritshmërisë nuk mund të shkojë ta vizitojë Shqipërinë. Prandaj gjatë gjithë vitit ata janë të interesuar që të shkojnë ta vizitojnë Shqipërinë dhe të shohin vendin e të parëve, ta ndjejnë me këmbë, ta shkelin me këmbë, ta ndjejnë me shpirt dhe ta shohin me sy gjuhën e të parëve, e vendin e të parëve. Cilat janë sfidat më të mëdha në një vend, pra në një mjedis ku shumica e banorëve flasin një gjuhë tjetër? Nuk është e lehtë. Sinqerisht nuk është e lehtë. Unë shumë punoj, mundohem bashkë me profesoreshën e cila ka grupin e të vegjelve dhe mua më pap frigohem se nuk i kemi arrit dhe nuk do të arrijmë asgjë. Sepse këtu fëmijët si të kthehen në shtëpi flasin bosnjakisht, gjuhën bosnjake. Prandaj, por e shoh se mezi presin me u kthy me vazhdu aty ku kanë mbet një javë përpara. Prandaj tashmë nuk është e lehtë, është jashtëzakonisht e vështirë, por në të ardhmen mendoj se me zhvillimin ekonomik dhe turistik të Kosovës dhe Shqipërisë, këta do të kthehen Shqipërisë, do të vizitojnë Shqipërinë, se për fat keq edhe këtu dua t'ju njoftoj edhe juve, sepse përpos kursistëve që vizitojnë Shqipërinë në fund të vitit shkollor, vizitojnë edhe klasë të nënta. Fillimisht patëm filluar me 2 shkolla, ndërsa tash gjitha shkollat e fshatrave, e ato janë 9 shkolla, nxënësit e shkëlqyesim përzgjedhen dhe shkojnë e vizitojnë Shqipërinë një vizitë kombëtare
3 ditore duke filluar në Shkodër, Rëzafen, pastaj në Lezhë, te varri i Skënderbeut, pastaj në Krujë, gjithashtu te monumenti dhe kalaja e Skënderbeut, herojt tonë Gjergj Kastruit, dhe pastaj kthehemi në Durrës. Ditën e dytë vizitojmë Krujën, Apollonin, dhe ditën e tretë vizitojmë Kosovën, Prizrenin dhe varrezat e komandantit Adem Jashari. Sinqerisht, është për ta një gjë që kur se kanë ndruar përpara. Mezi presin nxënësit dhe kujdesaret që viti shkollor kur të filloj, sepse më përpara kanë vizituar Serbinë, kanë vizituar qytetet e Serbisë dhe kanë pasur edhe probleme. Sinqerisht. Edhe pse e flasin thuja gjuhën gati të njëjtë. Ndërsa tash kënaqen nxënësit e shkollave që tash 3 vjet vizitojnë Shqipërinë e të gjitha ato harxhimet financiare i merr përsipër Fondacioni Humanitar Trojtona e ndihmon edhe Fondacioni Plavusi dhe disa fondacione tjera që atje u ndihmojnë për nxënësit, për të parë përsaferin dhe për të përjetuar atë që janë shqiptarë. Dhe së fundmi, si planifikoni të zhvilloni kursin në të ardhmen, pra që cekjot pak më para, do të ketë nivele të reja edhe më shumë grupe? Po, sot edhe gjatë këtij muajit, sot ju thash, sepse ishte ora e parë, që gjatë gjithë muajit bëjmë regjistrimin e nxënësve të ri, e kursistëve të ri, edhe në fund muajit kryejmë regjistrimin. Do të thotë, pasi që këta vinë si të ri, moshave të ndryshme, duhet prapë t'i ndajmë edhe një grup që të fillojmë nga e para. Duke filluar nga ky mësojmë Shqip, sepse ky mësojmë Shqip është niveli A, ndërsa ai libri tjetër do të vazhdojmë me këta nxënësit me nivelin B, sepse me nxënësit që këtë tash sot i keni parë dhe i keni bërë incizimet e kanë kryer nivelin e parë, do të vazhdojmë me nivelin e dytë. Nxënësit e grup moshave më të vogla vazhdojnë me këtë dhe kalojnë në nivelin A, dhe kështu do të shkoj nëse e mamërmendja do të na përkrah, por në fund, gati krejt në fund, para fundit, kjo prap nuk është zgjidhje. Zgjidhja do të ishte që 2 shtetet tona amë, Shqipëria dhe Kosova, të hapin në për shkollat ku njerëzit, ku fëmijët kanë dëshirë të mësojnë gjuhën, të hapet një lënd e mësimit të gjuhës në për gjitha shkollat, aty ku prind dëshirojnë. Dhe këta, për fat keq, duhet dhe i tash se ka marrë kukush për sipër, se nuk mund të marrin bashkëdhetarët tanë e ndajnë kafshatën e gojës për të ndihmuar jo vetëm neve, po gjithkund anej në trojet tona. E keni parë se sa duhet mjete për t'i sjell këtu me minibus, për t'i kthyer prapë mbrapa, për të punuar me ta, gjithashtu edhe mësimdhënësit janë ditë që nuk punohet, duhet për t'i shpërblyer për punën e tyre dhe kështu me radhë. Prandaj është zgjidhje e mirë, është një moment kritik, ishte dhe do t'ishte ndoshta një gjë që do t'i fali kur kombit ton mos të fillonte kursi i gjuhës shqipe. Kursi duhet të fillojë gjithandej ka pas shqiptar dhe të kthehen rrenjve të tyre. Atëherë unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë dhe ju urojmë suksese në këtë nismë kaq të bukur për banorët këtu në Rozhaj. Faleminderit shumë. Unë dua 2-3 fjalë të falenderohem nga zemra për televizionin e juaj, televizionin ton, unë ndigjoj e përcjell edhe në rrjetet e kablovikut, sepse është një televizion sinqerisht që zemrën më kënaq. Përbes po, ju falenderoj që keni gjetë kohë se nuk është hera e parë, që drejtoresha bashkë me gazetarët vinë edhe kur është borë, edhe kur është motilik, edhe kur ka asnjë pagesë se ka pe jaskujt. Sikur edhe kjo ditë e sotme. Sinqerisht se janë gjëra që televizionet duhet të kishin bërë televizionet shtetënore. Po për ju falenderoj nga zemra për gjitha.
tash e kemi alfabetin A, B, C, Ç. Koje slovo ovde koje nije kao kod nas? Č. I šta je to tu? Čokolata. Škojmo tutje. Disk, lijep. Može neko da kaže lijep? Lijet. Šta to znači? 10. Anđel? Jeste. Ëmbëlsirë? Dobro. Gur, ovdje far, znate da nije bilo to tako, nego pogrešili su. Gjysh? Dedo. Hart? Karta. Irić? Je li u redu ovdje onale? Šta smo rekli? Nije. Jež. Jastuk? Kompjuter? Šta smo rekli kod leha? Samo se jedan piše, to je le. Ako su dva lea, onda je... Bravo, to je, ajo është shkronja le. Në gjuhën shqipe, në albanskom jeziku, je le, ima dva ovakvi lea. Nije ono, kao na crnogorskом le je, nego jedan le čita se kao le, a dva lea onda se čita kao le. I normalno kad izgovorimo sad, kad mi izgovorimo le, onda i čujemo i vidimo samo jedan le. A kad izgovorimo l, onda je dupli le, je li tako? I to je škronja, a ja je škronja le. Jeste li zaboravili koliko ima slova albanski jezik? Koliko ima crnogorski? 32. A srpsko-hrvatski? 30. Albanski jezik ima 36. Neko je rekao sad. Gjuha shqipe ka 36 shkronja. Në përfundim, kjo nismë është një dritare shprese dhe krenarie për komunitetin shqiptar në Rozhaj. Faleminderit Fondit Humanitar Troje Tona, që me zemër dhe vizion po ndihmon në mbrojtjen e gjuhës dhe identitetit ton, kudo që të jenë, veprimtaria e tyre mbetet një burim frymëzimi për të gjithë shqiptarët.